Qa është një gjë që mund ta dëmtoj formën tonë frymërore? 3 do përmend shpejt, por në fund të siguroj që ta mbyll me histori të bukur. E para është varësitë. Varësitë na dëmtojnë. Qa është varësi? Varësi është çdo gjë që bëj, por që s'du me bë. Ky është përshkrimi më i kollaj që merr në mend. Varësia është çdo gjë që e bëj, por s'dua ta bëj. Edhe gjithë kemi në i lloj varësie, diçka që e bën, edhe mas sa e bën, si e bëron këtë, si e thashun këtë, si e përfundovon prap këtu. Mund të jetë format vogla, format të mëdha. Të gjithë kemi varësi që s'na lejnë rahat, edhe që na kontrollojnë në i lloj forme. Shiko, ajo është Bibla i quajnë këto gjëra varësit, për ka një fjalë shumë të fortë për varësit, e i quajnë gjërat që kanë pushtet mbi ty. Sa fort. Varësit janë gjërat që kanë pushtet mbi ty. Romakëve 6, vargu 12 thotë: le të mos mbretëroj pra mëkati në trupin tuaj të vdekshëm, që t'i bindeni atij mëkatit në epshet e veta. Dhe Pali shiko, nuk po ju shkrua, nuk po ju flet, nuk e dalë në sheshin e Romës e po ju flet gjithë romakëve, po ju shkruan kishës në Romë, po ju flet të krishterëve në Romë. Edhe vargu 13 thotë kështu: as mos i jepni gjymtyrët tuaja në shërbim të mëkatit si mjete pa usie, por tregoni veten tuaj te Perëndia si të gjallë prej së vdekuris dhe gjymtyrët tuaja si mjete drejtësie për Perëndin. Në fakt, mëkati nuk do të ketë më pushtet mbi ju. Shiko, fjala pushtet mbi ju, fjala pushtet në gjuhën origjinale është Kyrios, që do thotë Zot, pronar, ose që do thotë, shiko, mëkati, varësia, nëse e bën të njëjtën gjë për shumë kohë, është ka pushtet me ty, është si një lloj Zoti që thotë ç'a të bësh, ç'a mos bësh, të orienton, ka një lloj pushteti. Edhe shiko, si kuptohet, si dallohet, a ke varësi apo jo? Ja, 6 pyetje. Nëse këto 6, 3 prej këtyre thua po, e hongre, e ki gjithë s'kema të punë. Kështu që, a të thonë shokët ose familja që ajo gjëja po të dëmton o biri nanës. Nëse po të thotë familja, po të thonë shokët, e dyta është, a e bën atë gjën edhe kur lëndon dikë tjetër. E treta, a bën plane për atë gjë, të shkoj këtu, që shkoj atë. E katërta, a rrit dot një javë ose një muaj pa atë gjë. E pesta, apo t'izolon, apo t'shtyn që të rish vetëm. Edhe e gjashta, apo mundohesh ta marrësh sekret. Nëse 3 ose më shumë për këtyre jam po, e di që të thot? Ajo gjëja ka pushtet me ty. Ajo gjëja është bërë Zot për ty. Edhe po të drejton, po të kontrollon. Shiko, e dim që shpirti do shkoj në qell një ditë. Për çdo kënd që ka zgjedh Krishtin. Për çdo kënd që ka zgjedh Krishtin, edhe i ke thënë po atit, mëkatet e tua të djeshmet, të sotmet dhe ato që do bësh nesër, janë pagu një herë për gjithmonë. Ajo që po themi është kush, po themi për trupin edhe për frymën, këto si t'jenë në formë që t'jemi sa më shumë e dobishme për të Zotin. E dobishme për Perëndin që na ka krijuar. Le të jemi ndryshe në 2026. Ore, dëshiroje, dua të jem në lartësi të reja këtë vit. Edhe do ta heq këtë varësi. Do ta heq këtë varësi. Cila është fjala e dytë? 3 fjala mbështira, e dyta është shturje. Fjala shturje për shkrimin që kam zgjedhur është kjo: i dhënë, i lëshuar pa kontroll pas çdo gjëje që në duke t'jep kënaqësi edhe pa i menduar pasojat. Kjo gjëja nuk e dëmton shpirtin, sepse shpirti është i pastruar me gjakun e Krishtit dhe nuk e prek shpëtimin, sepse kur zgjedh Krishtin i është shpëtuar një herë e përgjithmonë. Por ama këtë gjën, a do e bëje, po ta kishe Jezusin përballë?
këtë gjën, a do e thoje nëse Krishti do ishte në kafe me ty përballë? Jo, shturja është të ndjekish ndjenjat, të ndjekish trupin në vend të fakteve. Edhe kjo po idealizohet shumë këtë herë, sepse thotë, dëgjon ndjenjat keqe mami, dëgjon ndjenjat keqe babi. Është ndjenja, çan ndjen ti? Puna është se ndjenjat shkojnë e vinë. Puna e rëndësishme është, ore, cilët janë faktet, ç'a thot shkrimi, po nëse s'ndjen fare. Nënshtroja shkrimi, do të thoja që nënshtroja ndjenjat dëgjesës së shkrimit. Analizoja të gjëra mbaz shkrimit. A është kështu? A kështu thot Perëndia? Sepse po ju bindje ndjenjave, ndjenjat do ndryshojnë dhe trupin. Kurse Bibla thot, jo, ti mos ndrysho trupin, ti transformo mendjen. Sepse po transformo mendja, do ndryshoj gjithë botë kuptimi. Duke se kur shoqëria jon ka moton e Nike. Kush e di moton e Nike? A është ajo logo e Nike? Kush e di përmend? Ç'ës duhet? Jepi më la. Ç'ës duhet? E pe boje. Ta dha truni bleje. Bam, direkt. Shiko, a e di çfarë? Sot nuk është më forcë po. E di kush është burr sot, kush është burrnesh? Ai që thot jo. Sot forca tregohet me thënë jo. Pse? Sepse ka aq shumë hallakati, aq shumë mundësira, aq shumë gjëra. Po. Është forcë tregon a mund thush, do të jo. Efesianëve 5:18 thotë kështu. Dhe mos u deni me verë në cilën ka shthurje, por mbushuni në frym. Kështu që këtë vit në lidhje me lartësitë e reja do doja të ishte do doja 2026 të jetë viti ku do jem më plot me frymën e Perëndisë sa asnjëherë tjetër. Që të jem plot me inkurajime, me praninë e frymës. Ndjenjat janë bukura aty të rrinë, por janë të dytat. Janë të dytat. Fjala e tretë e vështirë, edhe këtë fjalë të vështirë do themi pastaj do themi një histori të bukur. Qa është një gjë tjetër që e dëmton formën tonë, na dëmton neve që të jemi në formë, është imoraliteti seksual. Çdo marrëdhënie seksuale jashtë martese që përfshin çdo lloj praktike jashtë martesës. Pse? Seksi është një gjë super e bukur, e dhurat nga Perëndia, që është dhënë për të konsumuar brenda martesës. Brenda martesës, dhe martesë, çfarë është martesë? Burri martuar me një grua. Edhe shiko se thot Pali, edhe Pali ju thot të krishterëve, ju thot komshive tanë në Selanik, aty ma thanë Korçës, ke parasysh Korçën, kur Sabiani me Rebekën me origjinë, ma thanë Korçës është Selaniku. Edhe thot Selanikasve, ju thot kështu. Sepse ky është vullneti i Perëndisë, o Thesalonikës, po i thot kishës, është shejtërimi juaj. Edhe thot, të hiqni dorë nga kurvëria. Fjala kurvëri në greqisht do thot porneia, imoralitet seksual. Se di që se kam thonë bukur kështu, ku është landi? Mirë? Hajde. Po mësoj greqisht avash. Por vargu poshtë thot kështu, që secili prej jush, po i thot kishës të krishterëve, që secili prej jush të di të mbaj, të di të kontrolloj enën e vetë në shejtëri dhe me nder, jo me pasion e epshi, jo si jo hebrejt që as nuk e njohin a ka Zot, as ka Zot, edhe nuk njohin as i gjë tjetër. Ja një varg tjetër, 1 Korintas 6:18, prap në Greqi, po jo në Selaniki çik më poshtë, në Korint. Pali shkruan kishës, edhe fjala e parë është largoni a kurvëri. Pas ka bëdhe me të kuqe, Daniel. Largoni a kurvëria. Futja vrapit po të ndove drejt krenarisë. E zemti e Jozefi, kush e di historinë e Jozefit? Që ishte punonte si shërbëtor në shtëpinë e një shumë të pasuri, edhe gruaja e këtij shumë pasurit e zë ngushtë Jozefin, i pëlqente Jozefi, edhe e ftoi të krynin të fjalë me të kuqe. Po
Po e gjete, që tha Jozefi? Bjerë më qylit? E ke parasysh, ke shreku? Bjerë më qylit? Pronari së shtëpi? Kush e di historinë? Qa ndodhi? Historia është Jozefi ja futi vrapit. U largua, bëri fiksta, largohu, futja vrapit. Shiko, është qoftë për se cilin prej nesh 2026. Jo. Do synoj lartësi të reja, të nderoj Perëndin. Kur ndodhem në kryqëzime të tilla, të ja fus vrapit. Dhe vazhdon kështu vargu. Çdo mëkat që kryen njeriu, është aty po. Çdo mëkat që kryen njeriu është jashtë trupit, pa ai që kërvron mëkaton kundër trupit të vet. Shiko, që bie, nëse do kishe një matse, 1 kile, 2 kile, 5 kile, ky mëkati është një nga më të rëndit dhe ka pasoja shumë. Pse? Hajde të shohim. 1 Korintasë 6:19 thot: a nuk e dini ju se trupi është tempulli i frymës shet që është në ju? Edhe atë tempullin e frymës shet të cilin e keni nga Perëndia, edhe se ju nuk i përkisni vetes, ju jeni enë të krijuar nga Krijuesi, të modeluar për të qenë enë të dobishme në duart e tij. Vargu 20. Sepse u blet me një çmim, dhe për këtë arsye, përlëvdoni Perëndin pra në trupin tuaj, në frymën tuaj, që të dyja këto i përkasin Perëndis. Sa bukur. Sa qef do ishte, sikur për lartësi të reja do thonim, unë do ta nderoj Perëndin. Do ta përlëvdoj Perëndin me trupin, me frymën, me shpirtin. Shiko, nëse ke zgjedh Krishtin, ai e ka bë pagesën e mëkateve tua një herë për gjithmonë. Edhe nëse ti ja fut kot për kokër qefit nga mjesi deri në darkë, çdo ditë jetës tënde këtu në tokë, bëj çfarë dush, shpirti jot është i siguruar në qiell. Ajo që do humbish është qëllimin e Perëndis që ai kishte për secili këtu. Atë ke për ta humbur. Nëse, shiko, është, do doja shumë të ishte ky vit i lartësive të reja, kur secili prej nesh të jetë në top form. Do ta mbyll me gjë të bukur, thashë ta mbyll me gjë të bukur. Është historia që shumë prej jush e din, po ka i gjë të bukur, ka i kthesë shumë bukur kjo historia. 2 mbretërve është historia e vejushës edhe shumimit të vajt. 2 mbretërve, kapitulli 1, kapitulli 4, vargu 1, thuhet kështu: një grua, bashortja e një dishepullit të profetëve, i thirri Eliseu duke thënë: shërbëtori yt, burri im, vdiq, dhe ti e di që shërbëtori yt kishte frikë nga Zoti. Tani huadhënsi ka ardhur, edhe në një përkthim tjetër ka një të shpjegimin që kam thënë aty në fund. Huadhënsi ka ardhur për të marrë 2 djemtë e mi për t'i bërë sklevër. Shiko, konteksti në këtë kohë është e tillë. Nëse babai vdiste në luftë apo i ndodhte diçka, edhe i kishte lënë borxhe shtëpisë, borxhet pasoheshin te kalamajt. Sepse kalamajt quheshin konsiderohej si formë pasurie, konsiderohej si mall. Kështu që të marr kalamajt, të punojnë si sklevër, derisa të mbarohet borxhi që ka lënë i ati, pa paguar. Edhe vargu 2 thot kështu: Eliseu i tha: ç'tu e të bëj për ty, më thuaj, ç'a të bëjmë për ty, ç'a ke në shtëpi njerë, me qëra fjala. Ajo përgjigj: shërbëtoja jote nuk ka asgjë në shtëpi, përveç se një enë të vogël, një tas të vogël me vaj. Shiko, sa herë që lexon në Bibël për vajin, është simbol i pranisë edhe i prezencës Perëndis. Edhe është e njëjta gjë për ne. Është prania, është simboli i qëllimit Perëndis, i pranisë Perëndis, është e njëjta gjë. Perëndia ka vendos brenda secili prej nesh kur ke zgjedh Krishtin, ka vendos praninë e tij nëpërmjet frymës shet, por ai gjithashtu ka qëllim për secilin prej nesh, edhe do që ta vajos jetën e secilit prej nesh. Që dora e tij të jetë mbi ne,
që ne të arrim të bëjmë gjëra dhe themi, si ka mundësi që më bëra kaq shumë gjëra. Pse? E kuptoj, sepse është favori, është vajosja e Perëndis mbi jetën time që i çel edhe i sheshon edhe i rregullon gjërat. Aq sa kupa ime do derdhet, thot psalmi, apo jo, kam mjaftueshëm për vete, kam bollshëm për të tjerë, edhe ti në këtë moment ke atë paqen, atë shlodhjen që vjen nga vajosja, nga prania e Perëndis, edhe pastaj ti thua të pjesën e dytë të psalmit, me siguri, pasuria dhe mirësia do të më shoqërojnë të gjithë ditët e jetës. Edhe kjo lloj vajosje është në dispozicion për gjithë. Nuk është për një, për dy, është për gjithë. Ja si vazhdon. Themi te historia. E dëgjoj këtë histori Eliseu, që ajo kishte vetëm një enë të vogël me vaj, kaq kam në shtëpi, atëherë ai tha: "Shko, kërko hua nga gjithë komshitë e tu, kërko enë boshe, qypa, tasa, kavanoza, bidona, çdo lloj enë boshe që kanë komshit, merri, edhe mos i kërko pak. Nëse ai t'jep 2 bidona edhe ti shef i tret atje, thym, ata marrë dhe këta. Merr shumë. Edhe kur të kthehesh, mbyll portën prapa teje dhe bijve të tu, pastaj derdh vajin në tërë enët, duke vënë më janë ata që mbushen. Priçik. Vaji nuk rri vetëm. Vaji ka nevojë për çfarë? Për enë. Ka nevojë të derdhë diku, të mbush diçka, të rri, të ajo shishja, të ai bidoni, të ajo gjëja. Shiko, e di çfarë si mendojnë këta? Zoti po punon fort në Shqipëri. Zoti po lëviz fort në të gjithë Shqipërinë. Edhe di çfarë, nëse kufizohet lëvizja e Perëndis, kufizohet nga enët. Pse? Sepse vaj ka me bollok. Sepse ai do që ta venos vajosjen e tij, ka qëllim të veçantë për çdo person që njeh Krishtin. Se edhe nuk është puna tek enët. Nga e dim ne që s'është puna tek enët, bargjet më poshtë. 5 dhe 6. Ai u largua prej tij e veja dhe bëri këtë gjë. Dhe mbylli portën pranë vetes, i mori tasat, kazanat, qypat, gjithë enët që ishte marrë, edhe bitja sillnin enët, ajo derte vajin, tjetër merrte enën e mbushme e çonte atje, edhe vazhdoi kjo gjë, kur enët u mbushën, ai tha birit që afronte enët boshe, se ky tjetri po i bonte pirk enët e mbushura. Edhe çai tha, sill më dhe një enë, se ka akoma vaj. Pa ajo përgjigj, nuk ka më enë. Kur s'ka më enë, ç'a ndodh? Dhe vaji undal, që i bie, prit. Nuk mbaroi enët. Kush mbaruan? Më falni, nuk mbaroi vaj, mbaruan enët. Se ta është kundërta. Perëndia po lëviz, edhe po kërkon enë. Ku mund të nderdhet edhe që të mbush. Kështu që pyetja e fundit që duhet bëj sot është, çfarë e bën një enë të jetë enë e duhur? Një enë që është në formë dhe është dobishme për Zotin. Po kërkoj kështu, kërkoj një enë këtu, se kam porosit një enë. Faleminderit Irida për këtë enën. Te Stela, ku ishim në dje? E për dje. Kush e di ç'a enë është kjo? Nuk ka pica brenda? Nuk ka pica brenda. Shiko, ta ilustroj me këtë kutinë e picës. Tash nuk e di atë ka marrë Uria ty, po t'ishin ai picë ngrohtë të mirë do ishte. Edhe është kaca vene në Tiranë, Lale. Po jo e bëjmë picën. Po i qajnë fare. Edhe është njëri aty afër shtëpisë tonë. Ka mundësi është dhe njëri afër shtëpisë tate. Që sa herë, shiko, çfarë e bën këtë? Se shiko, kjo ena, sa lek, prap, Ernesës, sa lek bo kjo kutia me ble? 300 lek? 500 lek? Por bën shumë pak se sa që më bëj pizza. Këtë enë, kjo është e dobishme, është e mirë nëse ka 2 gjëra, 2 cilësi. E para është boshe. Jo për të përdorë, jo për të fillu, por për të përdorë. Për ta përdorë për pizzën, duhet me qenë, çfarë duhet me qenë? Bosh, sepse
edhe po që mush me gjërat mira, edhe sikur të ketë 3 leqe, ku ta venosi shpicën? Edhe nëse ka gjërat mira, jo më të këqija, sanduiç, thotë, nëse i bën sanduiç aty. Shiko, e njëjta gjë, Perëndia kërkon që të përdorë e të veproj, përdor që t'je mbushe, që do të thotë, a ka në gjë që do heq nga ne, do boshatis, na ka zënë vëndin, që Perëndia të na mbush, duhet heq diçka që ka zënë vëndin. Edhe një gjë tjetër, çaj kualifikon këtë kuti të jetë super e mirë për pica është që është e pastër. Nëse kjo do ishte përdor një herë, do i kishte ca njolla, do i kishte ca pushe, ca qime në përcepe, ta shpifa, i qik po. A do ishte mirë, a do ishte, jo, po s'ka jo, se vetëm i qik plun këte nga të se, falemderit. 10 herë falemderit që ma ofrove, 100 herë falemderit. Edhe është njëjta gjë. Shiko, a e di pse i ligu nuk na le rahat? I ligu nuk na le rahat. Na sulmon, na provokon, na tundon, edhe vjen rreth dhe qarknesh. E di pse? Së pari, ai nuk të largon dot nga qielli. Sepse momentin që ti ke zgjedhur të besosh Krishtit, je i fituar për jetë. Ama një gjë ai mund të dëmtoj. Mund të dëmtoj mundësinë që ti të ndikosh edhe të bësh gjëra në emër të Krishtit sa je në tokë. Ai e di këtë gjë. Që do mundohet që si tjetë. Sa më mbushur me 100 gjëra, sa më e pisët të përcepa, edhe kjo është nxitja ime, që i ligu do na trazoj, do të na konfuzoj, do të na mbush me shqetësime, deri në pikën sa që do themi, shiko, nuk do të bëj asnjë gjë për Perëndin. Kam zgjedhur Krishtin, qielli është i sigurt, that's it. Pse? Sepse je ngarku, edhe është plot çdo gjë. Do ta mbyll me këtë, sa herë do të them ta mbyll? Kjo është e fundit. Me këtë vargje do ta mbyll. Që i dini përmend që ka mundësi. Romakëve 12:1 thot, o vëllezër, o motra, po ju bëj thirrje, po ju bëj thirrje, po ju bëj nxitje, po ju thras me të madhe, nëpërmjet kujt, në bazë të dashurisë Perëndisë dhe mshurisë Perëndisë, po të thras me të madhe, sille, paraqite trupin tënd si fli gjallë, i shejtëruar, i pëlqyer te Perëndia, sepse kjo është super shërbes. E vargu 2, po ju bëj thirrje, mos u konformoni në këtë botë. Mos bëj vetëm siç bëjnë tjerët. Bëjnë kështu, po bëj dhe unë, bëj kështu, po bëj dhe unë. Jo. Transformohuni me anë të ndryshimit të mendjes. Edhe mënyra se si ndryshon mendja është duke mbush mendje me premtimet e Perëndisë. Edhe po e gjete cili është produkti. Nëse ndodh kjo, ti ke për të provuar cili është i miri, i pëlqyeri, i përsosuri, vullnet, qëllimi Perëndisë. Sa vargje të bukura. Por, ai do që ena të jetë në formë, ena të jetë e dobishme, edhe përdorshme nga i Zoti që ka krijuar.